Përshëndetje të gjithëve, unë jam Adisa nga Adisas Kitchen dhe sot do të përgatisim së bashku byrek me mish, sepse e gjithë familja ime ka shumë qejf, por do të përgatisim atë byrekun që ju ka mësuar, atë të shpejtin fare që nuk ka nevojë për shumë kohë pushimi, por edhe hapet shumë lehtë edhe për ata që janë fillestar, por edhe zonja që din ta bëjmë fare mirë byrekun. Nëse jeni të rinj në kanalin tim, ju ftoj të bëni subscribe dhe të shtypni butonin e zilës, kështu njoftoheni sa herë postoj një recetë të re. Gjithashtu nëse ndiqni këtë video deri në fund fare do ju shfaqen të gjitha recetat më të ndjekura e më të pëlqyera, janë ato receta që gatuan më shumë nga ju. Shpejt e shpejt fillojmë nga puna. Në fillim fare përgatisim shpejt mbushjen, do të shtojmë në një tigan apo të nxjerr pak të thellë si kjo që kam marrë, pak vaj ulliri apo vaj tjetër që ju pëlqeni. Do të shtojmë qepën, ku kam 3 kokra qep të mëdha, të cilat i kam ngrirë në mikser. Do të shtojmë një luk çaj krip, unë kripën e shtoj gjithmonë në fillim tek qepa, sepse e ndihmon që të zbutet më shpejt, sepse nxjerr ujin që ajo mban në brendësi. Do të shtojmë gjithashtu piper të zi, që unë e pëlqej shumë me qepën dhe me mishin e gryr, por kjo mbetet në dëshirën tuaj. Dhe skuqim qepën për 5 deri 7 minuta, sa fillon që të marrë një zbutje apo zverdje të lehtë. Ja, kjo ishte kaq, me qepën mbaruam të, tani do të shtojmë mishin e grirë. Shtojmë edhe mishin e viçit, kam 500 gram mish viçit dhe do vazhdojmë ta kaudisim derisa mishi i viçit ndryshon ngjyrë dhe pastaj do hedh edhe rreth gjysmë gote ujë që ai të bëhet plotësisht. Po i shtoj edhe gjysmë gote me ujë, do e lëm sa thartë. Përgatisim brumin, na duhet 500 gram miell, unë kam marrë miell për pet. Për ju që jetoni jashtë dhe nuk gjeni miell të mirë për pet, provoni ta bëni me miellin e picave. Do të shtojmë një luk çaj me krip dhe fillojmë të formojmë brumin duke marrë një gotë me ujë ambienti, duhen 200-250 ml ujë. Vazhdojmë shtojmë ujë derisa të formojmë brumin. Tani brumin e kemi gati, brum elastik, disi i but, jo shumë i but, vjen më shumë i fortë, si brum byreku, them unë, dhe do e lëm këtu të pushoj vetëm 5 minuta, pasi për këtë byrek i kam shkurtuar shumë kohë të pushimit, sepse ju thash që në fillim është byrek i shpejt. Lëm me pecet që mos na thahet dhe ndërkohë do vazhdojmë përgatisim yndyrën që do përdorim për të hapur petët. Vendosur të shkryj gjalpin, na duhen 50 deri 70 gram gjalp. Bashkojmë gjalpin me 50 deri 70 ml vaj. Brumi e ka bërë kohën e pushimit, do e ndaj vetëm në 2 pjesë dhe do të hapim vetëm 2 petë. Këto petët do e shihni se si do i palosim për të na bërë atë byrekun e shkrifët që hapet petë më petë. Vetëm 2 peta. Formojmë 2 topsa. Dhe nga tani për të hapur brumin nuk do të përdorim më mirë, por do të përdorim vetëm një seshtel. Kam filluar të hap pjesën e parë të brumit, do të bëjmë me secilën pjesë një petë të madhe. Fillojmë me spërkatim të gjithë petën me yndyrën që kemi përgatitur.
Nuk duhet të jetë shumë e bollshme, një shtresë e hollë ndyren në të gjithë sipërfaqen e petës. Të gjithë sipërfaqen e petës edhe me pak niseshte, kjo ndihmon për të mbajtur edhe më mirë shtresat. Vendosim sipër një tas të vogël dhe do e ndajmë të gjithë petën në 8 pjesë të barabarta. Dhe tani me radhë vazhdojmë të vendosim të gjithë shtresat e prera të petës mbi njëra tjetrën. Dhe shtresën e fundit fare do mundohemi që ta kalojmë nga poshtë, duke mbështjellë kështu të gjitha petat bashkë. Dhe tani spërkatim me niseshte. Do fillojmë të hapim përsëri një petë të madhe. E ngjeshim pak me këtë pecën e trash dhe vazhdojmë të hapim petën e madhe. Petën e parë e kemi pothuajse gati. Kam dezur ndërkohë furrën që të ngrohet në 220 gradë Celsius me ventilim dhe kam lyer një tepsi me yndyrën që kemi përgatitur. Kjo është tepsia, unë të kohët e fundit po gjendem shumë rehat me këtë tepsitë e furrës dhe këtu e kam bërë burekun. Do e rregullojmë pak në përcepa dhe do e rrudhosim në mes. Të njëjtën punë do e bëjmë edhe me pjesën e dytë nga brumi, pra si fillim do të hapim një petë të madhe. Petën e dytë e kemi pothuajse gati. Spërkatim gjithmonë me niseshte. Spërkatim yndyrën që kemi përgatitur. Do fillojmë ta spërkatim me niseshte dhe tani do të bëjmë prerje në 8 pjesë. Vazhdojmë palosim çdo shtresë mbi njëra tjetrën dhe do të hapim përsëri një petë të madhe. Edhe petën e dytë e kemi gati, tani do të bëjmë mbylljen dhe direkt në furrë. Unë kam filluar duke bërë mbushjen me mish. Ky mishi që ne grimë është mish nga viça që ne i blejmë në njerëz të njohur, e grimë dhe e përdorim në përgatime, pra nuk është se është mish i bler i gatshëm. Kështu preferoj ta bëj gjithmonë, pasi kjo është cilësia maksimale më e mira e mishit. Nuk besoj të ketë në dyqan mish kaq të mirë viçi. E shpërhapim kudo njësoj. Nuk preferoj që ti bëj pjesën sori burekut të kjo tepsia, thjesht petën e sipërme
e kaloj poshtë dhe e ngjesh pak sa për të bërë mbylljen. Kemi edhe sipërfaqen me yndyrën e vjetur. Tani e kaloj në furrën e ngrohtë më parë 220 gradë Celsius me ventilim derisa merr ngjyrë të artë në sipërfaqe. Dhe shikoni byreku sapo ka dalë nga furra. Një e presim për të hidhur një sy në brendësi. Shikoni pak se ka dalë në brendësi. Është akoma i ngrohtë, është hapur fije për fije. Ky lloj byreku bëhet byrek si baklava, i them. Ju bëf të mirë nëse e provoni dhe shihemi e dëgjohemi në video në radhës.